Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i ashprehim atij. Allahun ton e falenderojmë, prej tij falje, udhëzim, mëshirë, mirësi e begati kërkojmë. U dërgojmë selavatat dhe selamet tona që na burojnë gjithashtu nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, pejgamberëve të Zotit xhelle shanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulën e krejt pejgamberëve, krijesën më të dashur dhe më të ndritur dhe më të pastër që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhelle shanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përultësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, Allahun e falenderojmë për çdo gjë. Ai i cili kohë mas kohe, ditë mas dite, na ka lënë mundësi, forma, shanse, mënyra, vende, ditë, javë, muaj të caktuar, përmes së cilëve ne rikthehemi, pendohemi, pastrohemi, afrohemi te Allahu te bareke ve teala. I vetmi që s'ka pas kur fillim dhe i vetmi që s'do të ketë kur mbarim. I vetmi që kur njeriut nuk ja mbyll derën. I vetmi që kur nuk lodhet nga kërkesat e njeriut, nga kërkesat e mia dhe kërkesat e tua. I vetmi i cili gëzohet si kur nona për e vladin e vet, kur na rikthehemi te ai, kur ne kërkojmë prej tina, kur ne i ofrohemi atina, në çdo kohë, në çdo moment, për çdo gjendje, për çdo çështje, me pendim të sinqert, ashtu siç ai na ka kërku dhe siç na mësoi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu me që ka kriju gjithçka, nga ta ka dallu disa krijesa, e nga krijesat sigurisht ka dallu e njeriu dhe ka thonë kam kriju njeriu në formën më të mirën, më të përsosurën, e kam ngrit në gradat më të larta. Po nga njerëzit ka dallu disa që i ka gradu me gradat e pejgamberllokut, por edhe nga pejgamberët ka dallu ulul azmit e nga mesi i tyre Resulullahun sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin ton të fundit alaihi salatu wassalam, e me to dhe përmes tij na ka dallu e na ka ngrit e na ka veçu lart, shumë lart, edhe ne pasuesit e tina sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu xhelle shanuhu ka dallu edhe ditë, siç është dita e xumos, festa e javës për besimtarët. Ka dallu edhe javë, e ka dallu edhe muaj, siç është muaji i bekuar i Ramazanit. E nga muaji i bekuar i Ramazanit i ka veçu 10 netet. Keni kujdes, i ka veçu 10 netet e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe jo vetëm, por për të na lënë në vazhdimsi ne rrugë hapur, mundësi, jo vetëm Ramazan, por vazhdimsi në çdo kohë, mundësi, ditë, forma, mënyra të rikthimit edhe të pendimit të ai, na ka lënë edhe ditë të tjera që ju ka dhënë vlerë të madhe, e në vlerën e të cilave është betu
ka bo beg Zoti Gjellëshanuhu duke thonë Bismillahirrahmanirrahim wal fajr wal layalil ashr wash shaf'i wal watr. Allahu Gjellëshanuhu ka bo beg, ka thonë pasha agimin edhe pasha 10 netet, për të cilat shumica e dietarëve islam, ata të cilët janë marrë me komentimin e ajeteve të Kur'anit famëmadh, kanë thonë se qëllimi i këtij betimi të Zotit Gjellëshanuhu është në 10 ditët e muajit Dhul Hijja. Këti muaj në të cilin edhe 2-3 ditë veç na po futemi. Pra, janë ditët më me vlerë. Kujdes, janë ditët më të vlefshme, më të mëdhaja, në të cilat ka ndodhur shumë ngjarje me rëndësi, e në mesin e tyre edhe nota e Bajramit, dita e Arafatit, dhe dita e 10 e tyre, kupolla, qërshia mbi tort, dita e Bajramit, dita e Kurban Bajramit. Pra, i ngjehim prej ditës e 27 të këtij muaji të poshtë, ku të bohen 10 ditë, prej qasoj dite hin muaji Dhul Hijja, që është edhe 2-3 ditë, që futemi në ditët më të mira, në ditët më të vlefshme, edhe se 10 net e fundit muajit bekuar të Ramazanit, sepse atje kemi të bëjmë me net, e këtu kemi të bëjmë me ditë. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu ka veçu atje edhe 10 ditët e muajit Muharram, ku është dita e Khashuras. Pra, për të na dhënë neve shans, mundësi që t'i shfrytëzojmë këto momente, t'i shfrytëzojmë këto ditë me lutje, me dua, me punë, me angazhim në të gjitha sferat, në të gjitha drejtimet e jetës, jo vetëm në aspektin shpirtëror, jo të bëhemi asket të aspektit shpirtëror, jo të mendojnë se këto ditë duhet me lënë punën anash, duhet me lënë aktivitetin anash, duhet me lënë aspektin fizik anash e më morë me aspektin shpirtëror. Jo, këto ditë duhet me shtu aktivitetin ton në të gjitha drejtimet, edhe në ato shpirtëror, edhe në ato fizik, edhe në ato psiqik, edhe në ato psikologjik, edhe në ato njerëzor, edhe në ato fetar, edhe në të gjitha drejtimet në të cilat jeta na ka përplas me jetu. E kryevepra e krejt këtyre veprave që mund të bëhet gjatë këtyne ditëve është agjërimi i ndonjërës prej këtyre ditëve. E sidomos agjërimi i natës së Bajramit, ditës së Arafatit. Që unë e kam thonë vazhdimisht dhe po e përsëris prap se nuk kisha dosht me ditë që dikun në fund të botës një besimtar musliman nuk i ka veçu, nuk i ka pos në hotër këto 10 ditë, futje në këto 10 ditë kaq të mëdhoja, më të mëdhoja të vitit, me i dallu me vepra të mira, po edhe të u largu prej veprave jo të mira, sepse jo vetëm me i dallu me vepra të mira dohet këto 10 ditë. Sepse kur po ju themi kështu njerëzve në përgjithësi, muslimanëve tonë, vëllezërve tonë, motrave tona, nonave tona, prindve tonë, vllaznive tonë, njerëzve tonë, ata po zgjedhin u largu komplet prej atmosferës së këtyne ditëve. Valla po dufka me agjeru, nuk po hi heqin këtë farë pune. Po dufka me bo vepra të mira, nuk po hi heqin këtë farë rrethi. Asë kur qysh po pritoj njerëzit
me hi brenda atmosferës së Ramazanit. Pse? Se du të me agjeru e du të me bo këto, më nëllë piksoj, kështu nuk po agjeroj. Nuk po agjeroj hiq, edhe kur nuk agjeroj, tani nuk rokin as këto ndalesa tjera. Qështu pe llogarisin dison prej vllaznive dhe prej motrave tona. Jo, unë nuk agjeroj, unë nuk jam... Kur i thu dikujt, prej vllaznive prej motrave tona në Ramazan, mo bre vlla jam së është Ramazan, respektoje pak Ramazanin, respektoje pak agjerusin, respektoje pak fejnë tone, po unë nuk agjeroj, unë mëse sa agjeroj, tani po hoj, po pije, po dale, po shkoje, s'po më intereson për çështje tjera, se s'jom të agjeru. Dhe më thonë, nuk dojnë me hije brenda rregullave, nuk dojnë me hi brenda rregullave të lojës. Dojnë me bo jetë të shfrenume. Kur du bëj shka du, në qëfar do kohë bëj shka du, ku du jam niftar, ku du jam sëfër, ku du jam në dhulhegje, ku du jam muharram, ku du jam atje, ku du bëj këto, qka du bëj, ku du shkaj edhe u kry puna. Jo. Në këto ditë, në këto net, në këta muaj, duhet mu mundu se cili prej neve, që ka thonë la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, me shfrytzu rastin për mirësi dhe për punë të mira në këto ditë. Për pendime, për rikthim, edhe për veprim të veprave të mira, po edhe për ndalim nga veprat jo të mira. Sepse po thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk ka vepër më të dashur, nuk ka punë më të dashur, nuk ka ditë ku puna e besimtarit është më e dashur te Zoti xhalleshanuhu se vepra në këto 10 ditë. E janë habit shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe me habije kanë pyeti, kanë thonë ja Resulallah, as lufta në rrugën e Allahut nuk është ma me vlerë se veprat në këto 10 dita? Pejgamberi alayhis salam ka thonë jo. As lufta në rrugën e Zotit nuk është me vlefshme se veprat tona në këto 10 ditë. Përveç nëse dikush o qu ka boni vetë flejim të jashtëzakonshëm. Diçka sikur shembulli jon i madh i disa familjeve të mëdha emblematike tonat që bon një veftërim të jashtëzakonshëm. U flijun me çka patën për liri, e për morale, për njerëzëllake, për... Thot pejgamberi alayhis salam, vetëm nëse dikush ka dol në luftë në rrugën e Allahut edhe nuk u kthy me komplet çka ka pos, ka sakrifikue. Diçka si rasti i familjes tonë të shejtë dhe emblematike, familjes Jashari, e familjeve të tjera, plot që pat dhe dhanë shembuj të tillë për vend, për vatan, për moral, për fe, për atë. U sakrifikun me çka patën. Thot pejgamberi, veç që kjo vepër ka mundësi me kon ma e doshune, ose ka mundësi me mri vlerën e veprës në këto 10 ditë, të cilat ndryshe quhen edhe ditët e haxhit, ditët e njërit nga veprimet, njërit nga shtyllat e fesë tonë të ndritur. Për çka unë lutna me sinqeritetin më të madh, duke e shfrytzuar edhe shejtrin e këtij vendi, kësaj hutbe. O Allahu Zoti jon, posh madhështinë tonë, mos na bë me vdek asnjë nga ne dhe familjarët e tonë, pa e shiju kënaqësinë e vizitës dhe kryerjes së
këti obligimi, kasht ëmbël, kasht shejt, kasht ndritur, që është hoxhi, Allahume amin. Dhe bëni amin edhe ju. Pra këto jenë ditët e hoxhit, e në këto ditë na, përsëris, edhe këto që e kam thonë, disa herë, duhet jetojmë, vetëm me trup, këtu në përvendet e tona, në përvend punët, në për shtëpit e tona. Me shpirt edhe me krejt qenjen, duhet me konë bashk me haxhit edhe haxhilerët e tonë, që janë duke i vizitu, e që këto ditë do të nisen për me shku me kry njërin nga obligimin, njërin nga shtyllat e fesë tonë të ndritur hoxhi. Pra, shpirtënisht edhe na duhet me konë në çdo moment, në çdo kohë, edhe në çdo vend bashk me ta, duke e përjetu se këto ditë nuk janë të njëjta dhe nuk janë të thjeshta sikur ditët e tjera. Me bashkëjetue, me bashkëndje në çdo kohë dhe në çdo vend, të paktën në i orë prej orëve, me morë në televizionet e tona, edhe me qitë një televizion atje, që transmeton drejt për zdrejti ceremonin e vendit tonë të bekuar, të shejt, qobën e bekuar, edhe me i po, e me përjetu bashk me ata njerëz, tavofin, hoxhin, adhurimin, ibadetin, që e bojnë ata në ato vende të ndritura dhe të shejta. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu na i mundsoft që vlerën e këtyne ditëve me shfrytzu edhe me përjetue pak më shumë. Me ja u ditë vlerën, o njerëz, me ja u ditë vlerën, ardhjes, madhështis, bekimit, ngritjes që Allahu Gjelle Shanuhu na i ka bo, duke na i qu këto 10 ditë. Me shfrytzu çdo moment, çdo sekond, çdo kohë të këtyre 10 ditëve, për veprat mira, për punë të mira, për pendim, për rikthim, për lutje, subhanallah, prej derteve, prej hollëve, prej nevojave që i kemi na, për vetët tona, për shëndetin ton, për synimet e tona, për qëllimet e tona, ata fëmijë dhe ata djemë dhe ato motra dhe ato vojza tonat, që janë në kohën më sublime të jetës e tyre, të dosht me krye shkollën e mesme, e mu regjistruën e për fakultete, Allahu Gjelle Shanuhu ja mundsoft që në këto ditë më u lutë me bo dua ata për një përfundim sa më të mirë dhe sa më të madh, edhe për një vazhdim sa më të mirë dhe sa më të ngritur të diturisë, dhe jo më na shku koha e fëmijëve tonë, e vojzave tonë, e djemëve tonë, të menue çfarë fustoni ka me vesh mramjen e maturës, e të cila fryzer ke ku bo terminin, e çfarë ka mi bo në gjyren e thëjve, e çfarë ka me morë në gjyren e fustonit, e çfarë ka me bo këto, e çfarë ka me bo ato, e çysh ka me ja bo kësoj pune, çysh ka me ja bo asoj pune, e sa ma të shfrenum kena me konë në notën e mramjes e maturës, sikur të ishte nota e fundit e jetës. Po dhe të ishte nota e fundit e jetës, do të duhej kemi kujdes që shpehargjojmë atë notë. Apo është Allahu i kënaqur me veprimet tona në atë notë apo jo? Apo pe hidhrojmë Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Prandaj keni kujdes, vllazni e motra, prind nëna e baballar. Po e përmendi vetëm një rast si më ka rëqedh trupin kur ma tregoj një shok. E kishin marrë tha nona dhe baba vojzën e vet, ekstrem të zhveshur me quën në mramjet maturës. Dhe i thoshte tha nona bobës, e morën ai foto me qiken. Dëgjojini mirë. Bobës ta i vike turp, i vike morre, me po dikush, me qiken e vetë, ekstrem të zhveshur. Tha dhe ja për i kenonës, i bre po është Zotin të apë, shë që i ke vish.
E nona e bekuar e ditëve të sotit që ju bëj shumë thirrje, i këshilloj shumë nonat, se këtë shumë janë imponuese në këtë çështje. Tha nona e bëj, hajt, se krejt ko kanë qashtu. Krejt ko kanë bo qashtu. Qërke me ja bo rafsh, qërke me ja arsyetu, atë morra turp babes, që i viki për i vojzës vetë që shë këshin vesh. Prandaj, mone o vlazni, o i motrat e tona, o jo që bëni sëfëre iftar, o jo që i bini Allahut në sejdë, keni kujdes, sepse po i jetojmë ditët më të mira dhe më vlerë. Allahu xhallal shanuhu për hatër ty në ditëve, na kthjellët mendjet tona, na udhëzoft e na forcoft me mbrojt edhe me rujt moralin, kulturën, traditat tona fetare, njerëzore edhe kombëtare shqiptare. Sadakallahu al-azim.